Më jep të lutem në mënyrë të përmbledhur kërkesat tuaja si protestues. Kjo është një çështje me të vërtetë shumë interesante dhe delikate, me thënë të drejtën i lirë, sepse protesta, siç mund ta dimë, nuk ka një grup fajsuesish. Dhe kjo është forca më e madhe e protestës, por mund të thuash që mund të jetë edhe një farë dobësie. Sepse edhe pse ne nuk mund të dalim edhe të renditim një sër kërkesash që kemi për qeverinë, mund të themi mendimin ton personal. Dhe mendimi tim personal është që pa diskutim jam në mbështetje të plotë të atyre 5 kërkesave që u shpallën në Tiranë nga Dritan Goxha, në mos gabohem, sepse me çfarë kam parë, me grupet e diasporës, me grupin e protestuesve këtu në Toronto dhe me shqiptarët që njoh në Shqipëri, të gjithë ata janë pro këtyre kërkesave dhe mua më takon si një emigrant tani nga Toronto të mbështes pa diskutim vendimet që duan të marrin shqiptarët e Shqipërisë. Sepse në fundit e ardhmja e Shqipërisë është për shqiptarët që janë atje. Ne mbase mund të kthehemi nëse ndodh një ndryshim i madh, por mbase edhe jo, kështu që nuk mund të dalim edhe të marrim këto përgjegjësi kaq të mëdha sa për të bërë deklarata në emër të shqiptarëve, por suporti jon i pakushtëzueshëm shkon për ata në çfarëdo lloj momenti. Qoftë kjo me mbulim në media, qoftë kjo me mbulim në njerëz që do shkojnë atje për të mbështetur protestën e Tiranës nga diaspora, qoftë kjo me organizime në emër të diasporës, qoftë kjo me analiza dhe publikime të lajmeve të cilat janë harruar, sepse shumë shqiptar nuk e dinë akoma pse po protestojnë, por ka një mori arsyesh i lirë. Po të përmbledhura, mund të them me plot gojë që mungesa e transparencës është një nga arsyet pse kjo protestë ka lindur. Mungesa e drejtësisë është po ashtu një nga arsyet pse kjo protestë ka lindur dhe korrupsioni i cili duket qartazi në çdo institucion është po ashtu një nga arsyet pse kjo protestë ka lindur.